Kryeministri paralajmëron koalicion me Vlen dhe Snam për zgjedhjet lokale. Ndryshimet në strukturën e armatës, opozita akuzon për largim nga NATO dhe afrim me Rusin, Vlen mbështet Siljanovska. Krye prokurori Lupço Kocevski thot se propozimi për shkarkimin e tij nuk ka bazë për shkelje të rëndë disiplinore. Nuk i respektuan masat e qeverisë, inspektorët mbyllën disa markete, merrnin marzha deri në 70%. Shëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Kryeministri Hristian Mickoski paralajmëroi se VMRO, Vlen dhe Znam do të vazhdojnë bashkëpunimin në zgjedhjet lokale të tetorit, ndërkohë zëvendës kryeministri Izet Mexhiti tha se BDI nëse nuk reformohet, nuk ka se pse të garojë në zgjedhje, ndërsa shtoi se me bojkot BDI do t'i bënte dëm vetës. Koalicioni qeverisës i përbër nga VMRO të PMN, Vlen dhe Znam do të vazhdojnë bashkëpunimin edhe në zgjedhjet lokale që do të mbahen në tetor të këtij viti. Kështu njoftoi kryeministri Hristian Mickoski, i cili po ashtu kërkon mbështetje mbashkëshorore për kandidatët e koalicionit qeveritar. Unë presë mbështetje shoqërore për kandidatët e koalicionit qeveritar, në të cilën gjendet e VMRO të PMN, koalicioni Maqedonia e Jotja, koalicioni Vlen, partia politike e Znam, pasi që jam i bindur se politika që u udhëheq ky koalicion janë me të vërtet politika në interes të qytetarëve. Ndërkaq, zëvendës kryeministri Izet Mexhiti ka komentuar deklaratën e nënkryetarit të BDI-së Bujar Osmani, i cili para disa ditëve tha se në rast se prekët gjua shqipe nga gjykata kushtetuese, BDI do t'i bojkotojë zgjedhjet lokale. Izet Mexhiti nga Vlen tha se BDI nëse nuk reformohet, nuk ka pse të garojë në zgjedhje, ndërsa shtoi se me këtë BDI do t'i bënte dëm vetes. Mendoj që këta që mundohen me çdo kush pra për të kriju kriza politike, kriza të ndryshme, mendoj që kanë krizë të thellë si BDI. Krizë për shkak mungesës së programit, platformës, vizionit dhe duke munduar pra me lajme gjysmë të vërteta ose të rreshme, vazhdimisht çdo ditë pra të krijojnë tension, mirëpo qytetarët kanë filluar ta kuptojnë që atë që thot BDI-ja pra është e pavërtetë dhe mendoj që është koha të i kthehen vetvetes, ta reformojnë vetveten dhe të jenë konkurrent. Përndryshe nuk do jenë konkurrent në skenën politike dhe nuk kanë atëherë edhe pse dalin në skenën në zgjedhjet e ardhshme lokale apo parlamentare. Kujtojmë se zgjedhjet lokale do të mbahen në tetor të këtij viti, ku pritet të jetë një garë tejet e nxehtë, pasi tani më vetëm se kanë filluar të përmenden edhe emra konkret se kush ku do të garojë. Kanë vazhduar edhe sot reagimet ndaj vendimeve të presidentes për ndryshimet në strukturat komanduese të armatës. Ish ministre e mbrojtjes Slavjanka Petrovska tha se shkarkimi disa generaleve me rekorde ushtarake jashtëzakonisht profesionale, sikurse është besnik e mini, është i pajustifikuar dhe është një hap mbrapa. Për opozitën është shqetësues fakti se janë ngritur në detyrë ushtarak që nuk e kanë pas marrë certifikatën e NATO-s, ndërsa Vlen është në një vijim me Siljanovskën dhe ndryshimet në ushtri i arsyeton duke akuzuar BDI-n. Pas vendimeve të fundit të presidentes së shtetit Gordana Siljanovska-Davkova për ndryshimet në strukturat komanduese të armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, kanë vijuar edhe sot një sër reagimesh. Sipas partisë opozitare shqiptare BDI, për herë të parë që nga nënshkrimi i marrëveshjes së Ohrit, asnjë shqiptar nuk mban pozitat kryesore në ushtrinë e Maqedonisë së Veriut. Integristët thonë se heqja e generalit të vetëm shqiptar Besnik Emini nga komanda operative ka lënë shqiptarët pa përfaqësim në 4 pozitat më të larta ushtarake. Për më tepër, emërimi i generalëve Orce Jordev dhe Mirce Gjorgjevski, të cilët kanë marrë përgjigje negative nga NATO për sertifikatat e sigurisë, ngre shqetësime serioze mbi orientimin strategjik të vendit tonë. Këto zhvillime sugjerojnë një prirje drejt udhëheqjes anti-NATO
pro-serbe dhe pro-ruse në ushtri, ndërsa shqiptarët po përjashtohen sistematikisht nga sistemi i sigurisë. Në këtë situatë alarmante, partitë shqiptare në qeveri duhet të ndërpresin rolin e avokatit të politikave anti-shqiptare dhe përjashtuese. Ndërkaq, nga koalicioni Vlen, pjesë e qeverisë qëndrojnë në një vijim me Siljanovskën, ndërsa ndryshimet në ushtri i arsyetojnë duke akuzuar BDI-n. Ata thonë se BDI, e cila vazhdimisht flet në emër të luftës, tashmë i ka shpallur luftë vetvetes deri në shkatërim të plotë. A mund të jetë rastësi që Besnik Emini, pjesë e armatës së Maqedonisë gjatë vitit 2001, u gradua në general pikërisht nga BDI? Jo, sepse gjithçka që ka bërë kjo parti në këto 20 vjet ka qenë në kurrizë të shqiptarëve. Çfarë lidh BDI-n me Besnik Eminin? Pse eksponentët e saj derdhin lot për të? A ishte ky një pazar i zakonshëm për të mbajtur pushtetin? E ndryshimet e fundit në ushtri i ka komentuar edhe deputetja aktuale e LSDM-s dhe ish ministre e mbrojtjes Slavjanka Petrovska, e cila vlerëson se këto ndryshime janë të papranueshme dhe jo profesionale. Ajo pretendon se shkarkimi i disa generaleve me rekorde ushtarake jashtëzakonisht profesionale, sikurse është Besnik Emini, është i pajustifikuar dhe është një hap mbrapa. Është e pakuptueshme që një general që ka marrë gjithmonë vlerësime pozitive nga aleatët e tij dhe që ka ende shumë për t'i dhënë ushtrisë, të pensionohet dhe të ricaktohet nga një komandë operative në një sektor të ministrisë. Petrovska shqetëson informacionin se individet të cilët në të kaluarën ishin refuzuar për certifikim në NATO. Tani ajo thotë se përshirton pozitivisht në presionin politik të shërbimit të sigurisë ushtarake. Ndryshe, në rrjetet sociale për general Besnik Eminin kanë reaguar pothuajse të gjitha partitë opozitare shqiptare. Edhe Alianca për shqiptarët e Zjadin Selës ka reaguar ndaj vendimeve të fundit të presidentës Gordana Siljanovska-Davkova, nga shë thonë se pasi degraduan generalët shqiptar, avancuan kuadrot e Beogradit dhe bashkëpunëtorët rusë. Si pas tyre, Siljanovska të ejtën gradoi generalin Orce Jordev në komandant të dytë të ushtrisë, ndërsa Maqedonia e Veriut është antare e NATO-s, ndërsa Jordev nuk mori certifikatën e NATO-s 4 vjet më parë, sepse ishte i lidhur me strukturat ruse përmes ujqërve të NATO-s. Para pak kohësh për komandant të brigadës së parë nga partia e Selës tonë se vendosën Dejan Qiplakovskin, i cili gjithashtu promovohet edhe në general, ndërsa shkollimin më të lartë ushtarake ka kryer në vitin 2018 në Beograd. Gjatë ditës së djeshme me urdhër të presidentës Siljanovska, general Besnik Emini, nga pozita e komandantit të komandës së operacioneve, nga kjo pozit drejt për drejt komandon të rreth 80% të ushtrisë, ndrohet, degradohet dhe denigrohet, duke u vendosur në një pozit administrative në Ministrinë e Mbrojtjes. Derisa e gjithë kjo masakër për ndodh në armatën e Republikës së Maqedonisë së Veriut, koalicioni 5 partive Vlen merret me tendera dhe interesa miskine, thonë nga ASH, duke shtuar se kjo nuk është degradim vetëm i shqiptarëve në strukturat më të larta shtetërore, pasi nga ardhja e qeverisë jo legjitime dhe monoetnike, shqiptarët u larguan dhe u degraduan edhe nga shërbimet e sigurisë. Agjencia për zbulim, shërbimi ushtarak i zbulimit dhe sigurisë, si dhe një sëri institucionesh të tjera të rëndësishme, thuhet më tej në reagimin e Aleancës për shqiptarët. Kryeprokurori Lupço Kocevski mbetet në qëndrime se nuk ka bërë shkelje të rënd disiplinore gjatë punës së tij, pasi e kishte marrë propozime për shkarkimin e tij një ditë më parë nga Këshilli i Prokurorëve. Ai tha se për një afat të arsyeshëm kohor do të prononcohet për të gjitha pikat e propozimit për shkarkimin të përgatitur nga Ministria e Drejtësisë dhe iniciuar nga qeveria. Në propozimin për shkarkimin tim nuk ekziston bazë që vërteton shkelje të rënd disiplinore. Kështu shpreh sot kryeprokurori Lupço Kocevski për iniciativën për shkarkimin e tij. Ai informoi se propozimin për shkarkimin e tij të iniciuar nga qeveria e ka marrë të ejten nga Këshilli i Prokurorëve Publik. Gjatë ditës së djeshme, më është dorëzuar propozimi për shkarkim nga ana e Këshillit të Prokurorëve. Në një afat të arsyeshëm kohor, do të deklarohem për të gjitha pikat. Mbetëm në atë që, nga ajo që mund të shoh, në atë propozim nuk ka asnjë bazë që vërteton shkelje të rënd disiplinore.
I pyetur se në çfarë bazohet qeveria në propozimin për shkarkimin e tij, Kocevski tha se ajo bazohet në atë që është thënë së fundmi nëpër media. Deri tani qeveria nuk e ka publikuar përmbajtjen e propozimit për shkarkimin e Kocevskit, por nga ajo që është e njohur deri tani, në propozimin që e përgatiti Ministria e Drejtësisë thuhet se prokurori publik republikan ka vepruar në disa lëndë në të cilat sipas dispozitave ligjore ka pasur rrethana që kanë ngritur dyshime për paanshmërinë e tij, si dhe ka pasur konflikt interesi. Sipas ligjit për prokurori publike, Kocevski ka të drejtë që të prononcohet në formë të shkruar pas iniciativës për shkarkimin e tij dhe të marrë pjesë në seancën në të cilën do të diskutohet dhe vendoset për shkarkimin. Sipas ligjit për prokurori publike, prokurori publik mund të shkarkohet nëse ka bërë shkelje të rëndë disiplinore ose nëse është antar i ndonjë partie politike. 47 prokuror të rinj nuk është numër i mjaftueshëm sepse mungojnë 90 prokuror, kështu tha prokurori publik Lupço Kocevski për zgjedhjet e sotme të prokurorëve, por gjithsesi shtoi ai do të përmirësohet efikasiteti i punës së prokurorisë nga 47 prokurorët për në prokurorinë themelore publike Shkup kanë konkuruar 14 prokuror publik. Nga një prokuror publik në prokurorinë themelore publike në Veles, Delçev, Koçan, Krivapallan, Kradovish, Resnje dhe Strug. Nga 2 prokuror publik në prokurori themelore publike në Manastir, Gjevgjeli, Gostivar, Kërçov dhe Strumic, në prokurori themelore publike në Kumanov, Ohër, Prilep dhe Shtip, nga 3 prokuror publik për prokurorin themelore publike në Tetov, 4 prokuror. Pase kako so novi od izbor na novite kandidati očekujemo. Me zgjidhjen e re të kandidatëve të rinj, presim që të përmirësohet efikasitetin në prokurorinë publike, marrë parasysh se janë mbi 90 prokuror më pak, kështu që nga ajo që e dëgjova sot, nuk janë paraqitur numri mjaftueshëm sipas asaj që ishte në konkurs. Këtë do të sqaroj sot gjatë diskutimit të kryetaria, sepse morën vesh se edhe disa kandidatë që janë paraqitur më pas janë tërhequr. Kryeministri Hristian Mickoski ka përgënjeshtruar sot informacionin se kompania Gjoko Construction do të ndërtojë dhe menaxhojë parkingun në qendrën klinike në Shkup. Ai madje ka thënë se këto janë trillime që të sulmohet qeveria. Nga ana tjetër, ministri i Shëndetësisë Arben Taravari, i cili paraprakisht kishte konfirmuar informacionin, tha se marrëveshja nuk është nënshkruar ende dhe se qeveria po shqyrton atë, megjithatë ai shpreh gatishmëri që ta anulojë nëse oferta është kontestuese për opinionin. Kryeministri Hristian Mickoski ka thënë sot se qeveria nuk ka sjellë vendim se cila kompani do të menaxhojë me parkingun në qendrën klinike Shkup. Ai tha se informatat se kompania nga Shqipëria Gjoka Construction është kompania e zgjedhur janë trillim që të sulmohet qeveria. Duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, ai tha se gjatë zgjedhjes së një kompanie që do të ndërtojë dhe menaxhojë parkingun në qendrës klinike përmes partneritetit publiko-privat, do të merret parasysh kredibiliteti dhe besueshmëria e kompanisë. Vidite, nije сега, ako barаме начин kako da... Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë për të sulmuar qeverinë për diçka që nuk ka ndodhur, atëherë ne mund t'i shpikim gjërat, por unë po ju them që një vendim të tillë nuk e ka marrë qeveria dhe çfarë do të kemi parasysh. Dokumentacioni të nderit të merret parasysh dhe kuptohet që nuk do të zgjidhet një kompani që nuk ka kredibilitet, besueshmëri dhe karakteristika teknike të mira dhe këtu përfundon gjithçka. Jeni të sigurt se kuptoj që ka nevojë për sensacion, sulm ndaj qeverisë e tjerë, por kjo qeveri funksionon ndryshe nga dikur, pra vendimet që merr kjo qeveri janë ekskluzivisht në interes të publikut. Edhe ministri i Shëndetësisë Arben Taravari thotë se marrëveshja me kompaninë Gjoka Construction do të nënshkruhet nëse pas procedurës fillestare të kaluar kalon edhe disa filtra. Ai tha se është i gatshëm edhe të anulojë tenderin nëse publikut nuk i pëlqen oferta dhe ka informacione nga qeveria për lëshime. Nuk është nënshuar, parkingu në qendrën klinike gjithmonë bën shumë nervoz, nëse për ofertën ja dëgjoj. Gjithnjë për mua është shumë e rëndësishme çka do të thotë publiku. Nëse më thonë se diçka nuk është në rregull, është lëshuar edhe në qeveri. Nëse edhe aty më thonë se ka lëshime të caktuara, nuk do të kemi asgjë. Do të anulojmë, do të publikojmë të ri, por vetëm do të humbim një vit.
Travari kishte konfirmuar paraprakisht për birë se kompania shqiptare Gjoka Construction do të menaxhoj parkingun në qendrën klinike Nën Tereza me partneritet publiko-privat, ndërsa sot në konferencë për media, ai tha se në tender ka kusht për ofertuesin që ta shfrytëzoj parkingun derisa në atë lokacion është qendra klinike dhe kjo sipas tij nuk do të jetë më shumë se 7 deri 10 vjet. Çmimi i ofruar për parkim është 50 denar për një orë. Inspektorati i Shtetëror i Tregut në periudhën prej 24 shkurti deri më 6 mars ka realizuar gjithsej 365 inspektime në pikat e shitjes me pakicë dhe në 64 në pikat e shitjes me shumicë, me që kanë përfshirë mbi 1000 subjekte tregtare. Gjatë kontrolleve janë konstatuar gjithsej 36 paregullsi dhe janë lëshuar urdhër pagesa për kundërvajtje prej 42.000 eurove. Inspektorati Shtetëror i Tregut ka sankcionuar 8 kompani për shkak të çmimeve shumë të larta. Nga 36 mbikëqyrjet e realizuara në tregtin me pakicë dhe 64 në tregtin me shumicë, janë konstatuar 36 parregullsi, ndërsa dënime më të mëdha kanë marrë 8 subjekte juridike, prej të cilave 3 markete, 1 banatore dhe 3 importues të mëdhenj të pemëve dhe perimeve, të cilat janë mbyllur për 15 ditë pasi nuk kanë respektuar masat e marzhit të qeverisë. Me këtë janë konstatuar 36 paregullsi dhe janë lëshuar urdhërpagesa për kundërvajtje në vlerë të përgjithshme prej 42.000 euro. Kontrollet kanë treguar se disa nga këto subjekte kanë realizuar marzha dhe deri në 70%, që i tekalojnë ndjeshëm kufizimet e përcaktuara. Inspeksionet e konstatuan paregullsi në punën e 8 objekteve juridike, të cilat të marzhat kanë arritur edhe deri në 70%. Përpos mbylljes së përkohshme, këto subjekte do të sanksionohen edhe me dënime në të holla. Drejtori i inspektoratit më treshtoi se momentalisht po përpunohen edhe 30 lëndë që kanë të bëjnë me markete të ndryshme të mëdha. Inspektorët janë vazhdimisht në terren dhe zbatojnë kontrolle pa ndërprerje. Momentalisht punojmë në 30 lëndë shtesë, të cilat i përfshin të gjitha marketet e mëdha, edhe përkundër këtyre shkeljeve, masat qeveritare në masën më të madhe respektohen. Kujtojmë se më 11 shkurt qeveria vendosi të kufizoj marzhat në tregtin me pakicë për 10% dhe me të njëjtën përqindje në tregtin me shumicë. Kufizimi i marzhës do të zgjas deri më 30 prill. Do të përfshihen produktet ushqimore bazë, detergjentet dhe ushqimi për fëmijë. Ndërkaq ndryshimet e reja ligjore parashojnë që marketet që kanë më shumë se një pikë të shitjes të publikojnë çmimet në internet për secilën pikë shitjeje, ndërsa parashihen edhe gjoba për tregtarët që nuk do të respektojnë ligjin. Në ditën e mësuesit është hapur çerdhja në komunën e Araqinës me emrin Fatosi. Kryetari i komunës së Araqinës, Ridvan Ibrahimi, thekson se emri i kësaj çerdhe është zgjedhur me shumë përkushtimsi dhe shpreson për zgjerimin e kapaciteteve të kësaj çerdhe. Sot shënohet një ditë e veçantë për të gjithë mësimdhënësit, dita e 7 marsit, por veçanërisht në fshatin Araqin të Shkupit, kjo ditë u mbush me atmosferë të dyfisht. 7 marsi, si dhe hapja e një çerdheje moderne dhe të pajisur plotësisht për fëmijët e këtij fshati. Çerdhja Fatosat, me një hapësirë prej 950 metra katror dhe hapësirë për 115 fëmijë. Ky moment shënoi një arritje të madhe për banorët e kësaj komune, duke pasqyruar përkushtimin e vazhdueshëm për përmirësimin e kushteve të edukimit dhe kujdesit të fëmijëve. Veçanërisht, kryetari i komunës së Araqinës, Ridvan Ibrahimi, thekson se emri i kësaj çerdheje është zgjedhur me shumë përkushtim, si dhe shpreson për zgjerimin e kapaciteteve të kësaj çerdhe. Me shumë kujdes kemi përzgjedhur një emër që kemi përkushtuar voglushve tonë. Çerdhen që po e hapim sot do të mbaj emrin Fatosat, që në vete ngërten fisnikrin, pastërtin, ashtu si që janë fëmijët tonë. Për ndryshe, kjo çerdhe ka kapacitet prej 115 fëmijë dhe sigurisht marrë parasysh numrin e madh të filloristëve, nevojat janë shumë më të mëdha për të përkushtuar një të ardhmen që të afërt që të zgjerojmë këto kapacitete. Ndërkaq, në fjalimin e tij, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, thekson se ata gjithmonë kanë qenë në shërbim të së ardhmes, zhvillimit dhe shkollimit. Sot është një ditë e veçantë për tërë Kondin shqiptar. 7 marsi, dita e mësuesit, dita e diturisë.
gjithmonë kemi qenë në shërbim të së ardhmes, në shërbim të zhvillimit të shkollimit. Dhe kjo ditë sot me këtu në Haracin, pikërisht është në shërbim të këtyre fatosave, të nanave e babalarve, që me kënaqësinë më të madhe do i kenë në vend të sigurt, në trajtim të sigurt. Ata urojnë që të jepet maksimumi për krijimin e kushteve të volitshme, që rinia jon të zhvillohet, arsimohet dhe të kontribuojnë në vendlinjen e tyre. Komisioni Regulatori Energjetik zvendosi që çmimet e shitjes me pakicë të benzinës Euro Super BS 95 të ulën për 2 denare gjys në litër, ndërsa çmimi i shitjes me pakicë të benzinës Euro Super BS 98 të ulët për 2 denar në litër. Çmimet e shitjes me pakicë të euro dizelit, të vajit ekstra të lehtë për anviseri dhe të mazutit nuk ndryshojnë. Nga mesnata, Euro Super BS 95 do të shitet për 75 denar në litër, Euro Super BS 98 do të shitet për 77 denar e gjys në litër, Euro Dizel BS do të shitet për 72 denar dhe vaj për djegje ekstra i lehtë do të shitet për 71 denar e gjys dhe mazuti do të shitet për 23.501 denar në kilogram. Bashkimi Evropian ka të premtën se Serbia me sjelljen e saj në Këshillin e Evropës është duke shkelur marrëveshjen e orit të vitit 2023 në të cilën mes tjerash Beogradit i kërkohet të mos pengojë antarësimin e Kosovës në asnjë organizatë ndërkombëtare. Kosova hasi edhe në një pengesë tjetër gjatë kësaj jave në Këshillin e Evropës pasi kërkesa e saj për të qenë mysafire speciale në Komitetin për çështjet politike dhe demokraci të Asamblesë Parlamentare të Kies u hoq nga rendi ditës të mërkurën. Serbia përmes delegacionit të vet në këtë komitet për edhe përmes kryetares së kuvendit Ana Brnabić u krenua për këtë arritje duke e quajtur si fitore të madhe të Serbisë në mbrojtjen e interesave kombëtare. I pyetur për këtë një zëdhënës i BE-s tha se të premtën se Serbia qartazi po i shkel detyrimet e saj nga marrëveshja e ohurit e arritur mes saj dhe Kosovës në vitin 2023. Sjellja e Serbisë në Këshillin e Evropës është një shkelje e qartë e obligimeve të Serbisë nga marrëveshja e ohurit, thot zëdhënësi i BE-s duke nënvizuar se ky obligim përmendet në nenin 4 të marrëveshjes ku flitet për mos kundërshtimin e antarësimit të organizatat ndërkombëtare. Me këtë lajm mbyllim këtë edicion informativ. Faleminderit për momentin. Bashkë miru pafshim.